Shumë faleminderit edhe duke ju parë të gjithave këtu, po mendoja çfarë do ndodhte me burrat dhe çfarë do ndodhte me djemt tuaj nëse ju për një muaj nuk do ktheheshit në shtëpi. Po, për një javë, po imagjino për një muaj. Dhe në fakt, kjo është në mënyrë të thjeshtë e vërteta e ekuilibrit të çdo shtëpie që pa gruan është faktikisht pa çati. Dhe e vërteta dhe e ekuilibrit të çdo shoqërie, siç është edhe shoqëria jonë, që nëse sot ka shumë më tepër vend për gratë dhe për vajzat në të gjitha nivelet e vendimarrjes, por edhe në të gjitha hapësirat e jetës aktive, kjo i detyrohet në radh të parë një emrit vetëm Partisë Socialiste të Shqipërisë.